Shtimi në mas i numrit të vektorëve, kryesisht mushkonjave, po kthehet një problem të madh për qytetarët e Shkodrës, e veçanërisht ato që kanë zgjedhur këto ditë velipojën për të pushuar. E gjithë vija bregdetare është pushtuar prej tyre duke krijuar shqetësime tek pushuesit, ndërsa ende në terren nuk ka nisur dezinfektimi. Shefi i epidemiologjisë, Artan Mesi, duke pranuar problemin në fjalë, thotë se puna në terren për kryerjen e dezinfektimit do të nisë javën e ardhshme. Procesi ka filluar në disa zona, ka filluar në Sarand, në Shkodër ka qenë planifikuar për datën 2 të fillote, 2 korrik, dhe kjo bazuar në një urdhër të Ministrit të Shëndetësisë numër 237. Shpresojmë që ne kemi marrë informacione që javën tjetër procesi duhet jetë i filluar. Përveç velipojës, në këtë fushat desinfektimi janë futur edhe disa zona të qytetit të Shkodrës të njohura ndryshe si shtëpia Mushkonjës. Do realizohet dezinfektimi në afro 2000 poseta, poseta gropa septike dhe poseta të ujrave të zeza që përfshin zonën urbane, kryesisht në pjesën jugperëndimore të qytetit. Do jetë nën vëmendje të dezinfektimit të përqendruar zona e cila ka lidhje me zonën jugperëndimore të qytetit, përfshi zonën që rëndom njihet si shtëpia Mushkojës. Dhe gjithashtu do jetë një kanal i ujrave të ndotur në zonën Marlulaj dhe gjithashtu vija e kanalit në Xhabije përballë me ishfushën e sportit në Xhabije. Është kanali i ujrave të zeza që kalon aty dhe njëkohësisht do dezinfektohen dhe janë parë në vëmendje dhe afro 18 apo 20 vendstrehime të cilat konsiderohen si një burim jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe i rrezikshëm i vektorëve. I gjithë procesi do zhvillohet gjatë natës, duke qenë se ditën frekuentimi i plazhit apo lëvizja nëpër qytet është më e madhe dhe kjo mund të kthehet në një shqetësim për ta.